Unë jam partia unë kam bindje djatha, por vërtetën e tham gjitha rastet. Tani do dalë të rasti Durrësit. Do dalë të rasti Durrësit. Ke Erkend Ballën. Si e ka Erkend? Do populli. Si e ka? Erkend Balla. Dhe ke këtë Saramilën aty, këtu tani, tu do të ndalim. Tu do të ndalë. Dhe ato reshtat... Aty do ndalet dhe Faiku me një. Tu do të ndalë dhe këtu fillon problemi. Tu fillon problemi se këtu janë bërë pis fitore. Ke Ervin Hoxhën, ke Blendi Gon. Nëse këto e strukturat... Jo, sa strukture. Me krimin ku ka drejt për drejt krimi organizuar. Qa organizuar. profili kishte Ervin Hoxha Arbur, qa politikani është Ervin Hoxha Arbur? A ka lidhje se Faiku përfaqëson PS-n? A ka qenë strukturat PS-s Ervin Hoxha? Është politika nivel shumë të lartë. Ke nati? Nivel po, dakord. Ne kemi gjurmën, ne themi gjurma, ja ku është ujku. Ti ke ujkun për balë. Kene replik. Dhe me njërë fikon. Eldar, doa të mbështes të pjesa e Fierit. Unë jam lindë e rritë në Fier. Do dini vetëm kaq. Nuk e mundet do të më PD-ja PS në Fier, apo të rikuperonte atë marrë që të humbur mandatesh. Pse? E para njerë që në përgjithësi qarku Fierit është kampioni i votave të Partisë Socialiste. Ka qenë historikisht. E dyta, ndryshimet në qarkun e Fierit ishin shumë herë më të mëdha. Çaj do i premton të Gazbardi Fierakëve dhe qarkut? Një sekond. E di unë ndryshimin, jo juve, ju se dini. U ti nga emisione, e di këtë gjithë. E di pra ndryshimin. Ndryshimi është, ja një sekund. Ora një sekund. Ore, po shqetsuam i këmë nëse. Një sekund, ashtë vjenë baba, mos na i rëmëzot tani, këtu mua të kota tani. Një sekund mërë vla. Ka një gjë, që të vesh në një fushat, duhet të vesh i organizuar dhe t'i premtosh qytetarve. Qëfar mund t'i premtonin ata qytetarve? Ja, ta themu. Një sekund. Partia Demokratike u përballë me Ballukun, duke quar 400 kandidat nga Lushja, listë mbyllu dhe si nga Fije Mallakastra. Avokat, me qënë se e një qarkun e Fierit, një sekund. Katastrofë. Kulur një sekund. Avokat, me qënë se e një qarkun e Fierit. Po si doni, s'kishe kandidat të përte. Po pra, më thuaj pak, Partia Socialiste në 4 vite më para lufton të Ruçi për mandatin e 10. Po, i lufta. Po, në atë kohë, 10 ishte limiti, po. Tani kemi 12, është normale kjo, pas mandatin e 4 në kaq shumë konsumim qeverisje? Nuk, Partia Demokratike nuk di të shfrytëzonte gjithë atë disfat dhe gjithë ato probleme të cilat kishte Partia Socialiste me mandatet e veta dhe ato humbjet e veta. Pra, këto gjëra të cilat mandati qeverisës kishte problematika me personazhet veçantë që sot janë në përburgje apo janë të larguar nga pjesa e PS-s, Partia Demokratike nuk di të shfrytëzoj këto. Fieri nuk është ndryshe nga Vlora. Vlora, si qytet brenda, nuk vetë të votoj. Voton vetëm qarku. Ulljen më të, numrin më të ullet kryesisht. Dhe kjo është evidente. Fierakët janë shumë rinë të heshtur dhe të japin votën atëre kur duhet. Po doja në Fier nuk ngrihet dot. Këtë gjë... Ka marrë në 7 në fund? Shiko, ka marrë kur ka marrë, por kur ishe organizuar, tani që jemi në këtë pikë, Kor pra, kjo është tjetë gjë. sot nuk e më. Sepse ne tani fillojmë tani marrim një personazh Zeqinen. Olla, Mysdeqar, kishe listë PD-s? Jo. Një sekund, edhe një pikërisht Kosovar, Mallakastriot, Lab. Ishte listë të shtuar. Kishe 5 ushtjarë, me Gazbardin nga Kavaja. Eldar, ta mbaroj. Do të dish vetëm kaj, në Fier... Që më tua që e njefe, një vëdojmë një pjejmë. Po një pra unë... Dhe gjykim politik, të më të... Shiko, në Fier, PD-ja nuk është se ka triumfuar në njërë, por ka pas qenë më mirë kur ishe pjesërisht e organizuar. Po jo në këtë deregje, si so. Po jo këtë së, po, dhe ajo që unë shikoj tjetër, Partia Socialiste në Fier ka strukturat më të organizuara se PD. Ta shikoj struktura më Belinda dubloj luturët e PS-s. Partia Demokratike sot në Fier, Belinda dubloj strukturat e PS-s dhe të bashkisore. O Besar, Po qa po na thua? edhe njërë, Ka strukturat organizume. Edhe njërë, jo, personazhi kryesor që ka luftuar në Fier. Petraj, ngriti stafin e vetë, që na thu,
janë të organizuar. Po janë më të organizuar. Armando Subashin E di pse janë të organizuar o Besar? E ke pa, ma gjej foto bash. Kishte kohë të korrupsioni mu. Po që tonë të... Po kishte kohë të E di pse janë të organizuar, një sekundë, Oltar. Armando Suba, po. O Besar. Dhe Belinda ishte... Organizuar për çfarë? Tashi nuk e di unë. E di pse janë të organizuar. E di pse janë më të organizuar se juve e këta. Po çfarë e kam? E di pse janë. Se nuk merren me këto që merret Partia Demokratike sot. Se Partia Demokratike e jotja i largon njerëzit e vetë dhe i ka mallkuar njerëzit e vetë. Partia Demokratike nuk ka një zë ndryshe